A besoni se epizodi radhës ky do t'jetë pas kësaj që dëgjuam nga kushtetuesi? Unë krejt i sigur që zoti Rama dhe zoti Berisha kanë interesat, kanë dhe vullnetin që ta zhbëjnë reformën drejtësi, sepse janë viktimat mundshme të saj. Bashkëpunëtorët e tyre, një pjesë prej tyre janë në hetim. Mua nuk më duket se ka shumë njerëz pushtetshëm që po vuajnë nga dënimet, po ti numërosh, me kishte edhe njerëz dori mbaron. Nuk ka njëri doli sot me po them që po flasim për sasi, besoj se nuk ka mjaftuar shumë dhe keni të drejtë. E sa ministra, e kryetar bashkie, e kryeministra, e president kanë abuzuar me detyrën në Shqipëri, mua më duket se jemi edhe shumë modest krahasuar me dëmin që është bërë. Nuk besoj që është çështje sasiore. Shqipëria në të gjitha po themi anketat apo studimet deli nga vendet me më shumë korrupsion, me perceptim të korrupsionit, me kapje të shtetit, me një probleme. Fatkeqësisht, po e them edhe një herë, ky nuk është vendimi i duhur dhe nëse shoqërohet edhe me këtë tjetrën, që Erion Velia, jo sigurisht nga gjykata kushtetuese, me nga një gjykatë tjetër. Del edhe në liri, kjo pastaj është vërtet tallesh me tavarrosësh pothuajse tërësisht reformën në drejtësi dhe të çimentosh pabarazinë e plot juridike midis qytetarit të thjesht edhe një zyrtari, ku në fakt zyrtari duhet të ketë më shumë përgjegjësi, se kur vjen puna të zyrtarit publik, unë jam më tepër me këtë opsionin e prezumimit të fajësisë, jo të pafajësisë. Kuptimin e ushtrimit detyrës, jo kuptimin e dënimit penal, po kur vjen puna tek ushtrimit detyrës, zyrtari publik duhet të prezumohet i fajshëm në rast se ka akuzë për pasojë që kërkohet. Tani me këtë vendim gjykatës kushtetuese ne na duhet një ndryshim i kushtetutës dhe i ligjit. Por ata që kanë shumicën kushtetuese në dorë nuk kanë interesat për ta bërë në të ardhmen e parashikueshme. Sepse kjo kërkon vërtet tashmë një ndërhyrje kushtetuese, që sigurisht nuk e kanë. Po ju thoni në mungesë të vullnetit e keni jashtë parashikimeve që mund bëhet realitet. Ata që kanë shumicën kushtetuese nuk kanë interesa ta bëjnë këtë gjë, mirë po gjërat në politikë ndryshojnë shpejt. Prezumimi fituar me betejat mëdha që kanë zgjatë shekuj. Ka bërë diferencën e madhe civilizimi. Kuptimin e politikisht dhe jo juridikisht. Është vlefshme me ndarjen e shtetit nga feja dhe me kuptimin e heqjes nga detyra, e largimit nga detyrat një zyrtari, sidomos që ka i pushtet madh ekzekutiv, se dallon pushteti legjislativ një deputeti që është 1 në 140, me menaxherin e një edhe atë qyteti. imunitet e ka për të mbrojtur nga faktorët destruktiv dhe keqbërës në shoqëri që mund ta kërcënojnë me atë që ka pushtet ekzekutiv. Pushteti ekzekutiv është pushteti i shumicës, nuk është i deputetit tek që ju kundërvihet si tribuni i popullit faktorëve obskurantistë. Këtë dua të them. Faktikisht Arlindi te rasti Veljet për shembull mund të kemi të drejtë, sepse ai masa sigurisë ka ardhur dhe ka qenë faktuar intimidimit dëshmitarëve. Por ne kishim më shumë për të ka qenë intimiduar. T'japim Cezarit atë Cezarit, po ata jurist ka jurist që thonë që zyrtarët duhet ta gëzojnë këtë të drejtën e timit lirisë, sepse veprat për cilën ata gjithmonë hetojnë mund të jenë në kryerje të detyrës tyre. Pra, pa u ndar, pa u shkoqitur mirë si është, janë të fajshëm apo jo, ai mund të jetë duke kryer detyrën. Pra ti i jep të drejtën që mos ta paradënosh. Kështu është mendimi juridik. Pastaj te ne kjo ka krijuar edhe në jurisprudencë ka debate për shumë gjëra. Dakor, interpretimi është ajo. Ka interpretive, ka shkolla. Të interpretueshme dhe ne kemi shumë vend për interpretim juridik e politik, por unë ju falenderoj që sonte ishit pjesë e trialogës, do të dëgjorim.